poshtë bashkë në lidhje me votat në Burg, që në fakt që është një skandal tjetër, mendoj që duhet ta diskutojmë pak, sepse të jemi të sinqertë, këtu në Amerikë nuk lejohet personat arrestuar apo të burgosur të votojnë, sepse quhet privim i lirisë. Në momentin që ty të është privu liria me vetëm gjykate, i dënuar apo i pa dënuar, ti je privuar sepse ke bënë një gjë të keqe, nuk ke drejtën e votës. Por në Shqipëri hyn ato historitë të tjera. Por para se dalim te kjo pjesë, po mendojmë që të bëjni kështu lidhje me deklaratë. Ajo është politik e vetë shtetit amerikan, sepse është nonsens që një i dënuar në Korçë dhe ti transferon në Shkodër dhe ai voton deputetin e Shkodrës në Burgun e Reçit. Se sa lidhje ka ai me shërbime që mund t'i vinë nesër pas nesër nga politika, nga vota e tij, s'ka as edhe një lidhje. Por kjo është politika e shtetit shqiptar dhe sepse historikisht e kanë shfrytzuar burgjet. Burgjet kanë qenë. Ju e dini shumë mirë që edhe PD-ja, edhe PS-ja kanë shfrytzuar të hambarën votat dhe e mbani mend që sa herë që kishte qoftë edhe zgjedhje lokale kur ishte pjesa e kodit elektoral ndryshe, 313 gjithmonë nxirrte deputet kandidatin e Partisë Demokratike në Tiranë, apo jo? Sa herë që bëhesin zgjedhje, pikërisht deputeti PD-s në zonën e 313-s zgjidheshe X apo Y që ishte kandidat në atë zonë. Kush është drejtori i Burgut, votat shkojnë nga cilës parti janon drejtori. Kjo historikisht dihet në Shqipëri. Bravo.